Sekretariati i Etikës do të mblidhet të hënën për të vendosur mbi kërkesën e socialistëve për përjashtimin e kryedemokratit Sali Berisha. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka depozituar një kërkesë zyrtare për marrjen e masës disiplinore ndaj kryedemokratit Sali Berisha pas deklaratave publike të bëra në seancën plenare të 6 nëntorit. Sipas socialistëve, Berisha u shpreh në mënyrë fyese dhe denigruese ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, duke diskutuar mbi përkatësinë e tij seksuale, pasi ky i fundit kishte bërë thirrje që të votohej si pjesë e parafrimit me legjislacionin e BE-s, ligji për barazinë gjinore. Me firmën e 12 deputetëve, socialistët kërkojnë dëshkimin e Berishës që të përjashtohet nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare deri në 60 ditë. Nga ana tjetër, grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon përjashtimin e Taulant Ballës për 10 ditë nga seancat plenare. Kërkesë e cila gjithashtu do të shqyrtohet të hënën nga Sekretariati i Etikës, megjithëse mbetet për tu parë nëse kërkesa e PD-s do të rrëzohet apo jo, pasi anëtarët socialistë janë shumicë në komision.